Shikues të televizionit të UTA, jemi në një moment të veçantë, do të thoja, sepse bisedat tona nga Gucia sot, përveç se vinë për të sjell pamjet e bukura dhe magjepse të këtij vendi, është kënaqësi që ne jemi brenda shtëpisë e cila, kështu do ta them, një shtëpi përndryshe pra, siç të gjithë themi, xhamia, është xhamia e re në Guci, e cila të jep ndjesinë pozitive, por më shumë pozitive edhe për mikpritjen që na bëri edhe imami kësaj xhamie. Të jesh në Guci, në një vend e cila përqindja më e madhe e popullsisë është e konfesionit islam, besoj se kemi shumë çka për të folur, por edhe për të sjell historinë e popullit në aspektin fetar e jo vetëm. Imam Alen Çapović, përshëndetje, faleminderit që pranove ftesën tonë edhe të jemi së bashku në këtë bisedë. Faleminderit që keni orë. Faleminderit për mbështetja që keni gjetë pjesë me orë dhe na vizitu këtu, me do një pjesë e jetës me ju, edhe kam shumë kënaqësi për ju, respekt për televizionin e juaj edhe shikuesit e juaj që sot jeni këtu me ne. Emisioni Thesarët ka për qëllim që të vëj në dukje thesarët e vendeve, trojeve shqiptare, jo vetëm. Tani të jesh imam në Guci, në një vend i cili ka, siç e thash edhe në hapje, pjesën më të madhe të popullsisë të konfesionit islam, por nga ana tjetër me gjitha vështirësitë edhe emigrimi me shumë plagë të saja, si është në fakt të jesh imam në këtë komunë? Në vend por, kurse kum deklaruar diçka veten si imam. Pse jam pjesa e këtij vendit, jam gruda e këtij popullit. Kam rritë këto në këtë qytet, në këtë qarshi, kam shumë aktiviteta edhe bile kur më keni vogël dhe i tash, edhe mu më kanë pranu si një djalë i vendit. Edhe kur disi vetën, as popullit më kanë pranu që jam hoxh, që jam diçka përpora popullit, po jam një njërë shumë i thjeshtë. Ju me thonë që është me livdu vetën, kur se livdoj vetën, asë nuk është me rregulla me livdua, po me talon dikush respektin, nuk është me qitë një kapuç në kry, ose mu vesh me qitë një kravat, po respekti, refleksionit me respekt. Kur t'jep është dikujt respektit, atëherë edhe të kthehet që është. Cilat janë sfidat që përballet komuniteti musliman në Guci? Po këshirni, sikur në krejt botë, ashtu është edhe të në. Unë si imam jam shumë i kënaqur. Me popullin tem, me xhamatin, me krejt komunitetin, pse këtu, sikur që keni thonë, nuk jetojnë veç muslimanët. Na kem edhe kristiane, kem kristiane ortodokse, kem kristiane katolike, po që guxojmë me thonë që ashtu na këtu jetojmë si një familje e një dhomë e madh. Edhe i dojmë krejt bashkë. Thotë është një harmoni fetare, nëse Po, pse këshirni, me kënd fetar nuk është me majtë fejen. Ai që cili respekton fejen e vetë, respekton edhe fejen e huj. Edhe që aty këta trojet disi janë mësuen kushte vështire. Pse na jena i mbyllun, i rrethur me Alpe troje, edhe sot për shembull në këtë ditë na nuk mundem me kalu as në Kosovë, as në Shqipëri. Përpora e kem një rrugë që cila nuk është gjithmonë i hapur për ne. Najherë na hapën, najherë na mshelen, jam ka foli me simbolik. Edhe na këto jena mësuar, kështu najherë thom, ndoshta është ftoftë, ndoshta ka borë, ndoshta ka edhe okull, po zemrat janë nxehtë. Edhe shpirtat janë nxehtë. Çfarë shtetojmë na këta? Shumë e bukur. Rinia si po kupton këtë? Këshirni, edhe jo i njëri, po gjenerata jem kur ka rrit, na e kem pas një Mihall, një libër fetore, po ju për vetën edhe në shtëpi, po e kem pas për një rrugë, për një sokak, edhe kem pas një Kur'an mbyllun me peshkir, dikun lën rroft, edhe na e kem pas që ato fe. Sot nuk është qashtu, kjo rinia është shumë inteligjent, edhe kanë shumë burima ku mujnë me morë shkencën, ashtu edhe shkencën islame.
edhe du me thonë që shumë lexojnë, shumë përcjellin edhe shumë janë i përgatitur. Edhe është sfidë me bo një kontakt me ata, ose mi dal në vi, si thojmë na, edhe me bisedu me ata. Çfarë pyesin më shumë? Janë të gjitha të lidhura me fen apo edhe me jetën e përditshme, le të themi për të vazhduar punën, krijimin e familjeve, çdo gjë tjetër në Nukuci? Këshirni, na sot jetojmë shumë shpejt. Globalizimi është i madh. Ashtu është edhe integrimi, ashtu është edhe interakcioni. Mu duket që kjo rinia është shumë korrekt. Edhe mu duket Allah i shpërbleft tona, pse jeni vonu pak për dreken, keni mujt me po që na shumicën prej xhamatit i kena rini. Do me thonë, i kam pak ma shumë se 40 vjetë, gati tona krejta ata janë majrisone. Problemin ose pytin që qesin mas shumëtit është sikur të tona, padrejtësia. Padrejtësia për shumë sene. Sikur që është globale lufta në Gazë, në Palestinë, sikur që është problemi këtu të na, pse dikush s'na pranon, pse dikush s'na merr për serioze, pse nuk jena e kfal, pse nuk jena të njëjtë me ton tjertë. Mas shumë të prej që ata pyetjet, ka edhe pyetja fetare, po ata janë gjithmonë përcjellën mes dite, se çka kem aktual për çat ditë çashtu edhe flasim aty çashtu. Është një popullsi e cila përveç harmonisë fetare jeton edhe në harmoninë atë multietnike, dhe le të themi ka shqiptar, ka bosnjak, ka malazez. Po. Si gërshëtohen, edhe nëse flasim në aspektin tjetër të shqiptarëve, sa po e ruajnë? Po, këshirni. Na kena dy lidhje. Një lidhje kena mes fesë, këtu jetojnë shqiptarët edhe bosnjakët, si janë musliman. Po e kena një lidhje edhe mes kombit. Shqiptarët që cilët janë katolik edhe musliman. Po harmonia është i madh. Harmonia është i madh. Na këtu ku jetojmë, krejt i dojmë bashkë. Krejt i dojmë bashkë. Do me thonë, na i vizitojmë tjertë, shkojmë kur lindë, shkojmë në spital, shkojmë dikun kur dese dikush. Na nuk shirim çfarë feje ose çfarë konfesionit është. Do me thonë, edhe është mendimi janë edhe besoj që shumicë më pranojnë, pse më kanë vonë drejt me kënë hoxhejtive, që këtu ekzistojnë veç dy lloj popullësh, ata që janë të mirë dhe ata që janë keq. Edhe çka mund me kënë arsye për mu kjo vendi. Për mu kjo vendi. Do me thonë, si strategjik, si geopolitike që jetojmë këtu, na e mësu qashtu. Pse na s'kem pas tjetër. Na s'kem pas kushte tjerë. Kem pas me zgjidh veç çka kem gjetë këtu. Edhe se kem pas kollaj. O ken i vështirë, po keni thonë që jena pozitiv edhe dua me përcjell këtë muhabet që jena pozitiv. Jena i kënaqshëm, jena krenar. Jena shumë i thjesht. Pse kur je i thjesht, atëherë mundesh me hap dyrën gjithkund. Që don disi me rrethu veten, që don me vesh naj dres, që don me do veten prej kombit, prej komunitetit. Atëherë dolen problemat. Na shoqëra Allahut, qasi problema nuk kena këtë. Cilin thesar më të çmuar po ruan Ngucia ndër vite? Po këshirni, na i respektojmë tonë. Na i respektojmë tonë. Dhe që aty jetojmë si një shpirt, unë ju thash, si një familje. Edhe shumë jenë e kënaqur. Traditat kulturore kur i ndërlidhim me ato fetare, sa e rëndësishme është? Këshirni, shkenca thot kështu, jo veç për feje, po edhe për kombin, pse dikush as nuk i don fejen edhe kombin. Për një komb, janë të kryesor, vorat, teshat, edhe folklori. Folklori i menon du me thonë gjuhën, edhe ata që i të kotë shkrum. Ata që nuk i kanë këta, mes epitofat, mes epigrafat, mes ndërtesat, mes një kultur, ata janë humbur.
shumë mu ka dhimt në vere, kur janë kënë gurbet gjithë këto, i takova disa fëmijë dhe për mu interesant të flitet anglisht. Edhe i nola, kush jeni, qka jeni, na jeni Amerikan. Qfar emna i keni me emna shqiptare. I kujna jeni, baba patriot. A dini shqip me fol? Jo. Mu kallim shumë. Ata që nuk i ruhen gjurmet, që të cilët i kun përmend, në vend por, vorat, gjuhën edhe traditën kulturore. Ata nuk mujnë me lidh as me fe, as me komp. Pse qashtu një dit, mas një shekull, dy shekull, ku shkoni dikun, keni me po që shkron shqip. Keni me po shqiponjen. Çka keni me thonë? Oho, këto, inshallah jetojmë na. Dhe i ditë të gjykimit, këto janë kanë shqiptarët. Pse? Pse këta i kanë gjurmet, që i dallojnë prej tjerët. Edhe mu dhimet shumë se edhe shqiptarët edhe bosnjakët nuk do mu kurit me ata. Pse kjo është një jetë i mirë, një bisedë i mirë, që na disi jena i sjellun shumë ka asimilimin. Kur kush nuk asimilohet ma letë se na. Pse ndonë? Sti. Na integrojmë mirë. Na gjithmonë ku shkojmë, na morim pjesë. Ashtu janë kene edhe i lirët për para. Nështë si një nacion, jena inteligent, jena i bukur, po dukem kështu mirë, edhe shumë kollaj po integrojmë. Ti ju nuk munim i dalua ata trinin kur vinë për shtetë bashkësisë Amerike, për shembull këtu kur vinë. Janë njëjtë gati sikur ata. Po integrohem shumë kollaj. Po mu dhimë disi. Edhe tash e ke marrë një zanat krejt ma shumë edhe ma shumë as ma nuk kthehen ka, po vorosin aty. Ashtu hupem na. Edhe unë e kom pas qashtu, pse një kohë të pështirë, një kohë të keq, familja jem ka pas me dalë prej Malizi. Edhe në qatë moment jena dollë për rrugë Turqisë edhe jena zatit dikun Macedoni në Shkup. Kur u do Macedonia prej Jugoslavisë në qatë moment, na kem pas mu deklaru që jena venaliq aty. Skodert, na i kem gjithë letra se na maj vjetër atje se Macedon që janë. Po, me qëfar bjemën i kem gjithë letrat? Me 1922, pse unë jam prej familjes Feri, atje na kanë shkrujt Ferov. Është në Macedoni në qatë moment, do kënë momente i bugarve, edhe qashtu na kanë shkrujt. Me 1922 kem gjithë edhe një letër, që ekzistojmë atje, farë librese diçka, për shëndetit, di për çka o kenë, na kanë shkrujt Ferovski. Mu këthujen ka në Malzi prap, kem dosht me ndru krejt bjemni. Edhe na kanë registru si Shabovic. Edhe na krejt ata i kem pranu. Pse? Me ekzistu, me ken gjallë, edhe me ken prezent. Si është të vjesh pasardhës e ke vjerë? Është obligim edhe gjithmonë e kam men, ju veç pse jam robi Allahut, edhe jam i knaqën se jam i robi Allahut, edhe shumë jam i krenar që jam musliman, alhamdulillah, po është rone edhe me ken prej orëllës e Jakub Ferit, se na ka obliguar shumë, pse shkojmë shëtisim, bëjmë levizje, dini edhe dikush ju vetë kush jeni, qka jeni, kum pas shumë rosta edhe në Macedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, kur i kum përmend kush janë njerëz janë shumë kam me dhon ladi, me dhon respekt për stërgjishin tëm, edhe atëherë një njëri i thjesht, një njëri i but, një njëri që cili është i hoxhallar keni në botë, sa të keni qef. Po ashtu kur jep dikush respekt, është obligim. Shumë obligim është. Edhe inshallah si aprishim edhe inshallah jena në qatë rrugë edhe i përcillim qata gjurmet që janë kënë ata përpara. Amin. Amin.
Kur ecim rrugicave të Gucisë, edhe shohim shumë shtëpi me dritare të mbyllura, që ndoshta çilen vetë gjatë muajit të verës. Si është nëse spjegojmë edhe në aspektin fetar një shtëpi që lihet e mbyllur? Ndoshta kjo është pyetje më e rëndë, pse unë vetëm e kom qitë me nejtë këtu, me familje, me punë, me ekzistencë. Është shumë, edhe shumë i kom përcjell qashtu. Edhe shumë xhamat kem formuar edhe kem kreatu këtë. Edhe kjo pjesë është shumë tranzitive. Po veç një rrugë, po dolin prej këtujt, emigrojnë. Migracionet janë të madh. Edhe është më e rëndë që dolin në Amerikë. Aty është problemi, se dolin shumë larg. Për shembull, në diasporën, grupegjit që i kena në Evropë janë shumë pak. Pse ata vijnë edhe 2-3 herë. Tash edhe kushtet janë më të mira dhe Malizi integrohet inshallah në Union Evropiane, do me thonë shumë akolla e kanë. Po na nuk kena pjesë në Evropë. Jonat kanë dalë në Amerikë. Na në Amerikë kena, do me thonë, plava e Gucia më shumë se 30.000. Edhe ju thash, një pjesë prej ata asmo nuk vorosën ka, i vorosin aty. Edhe është problem, pse ju e keni po natyra, bukuria, paqësia, a doni mi këshirë këta Alpet, a doni mi këshirë lumt, a doni mi këshirë liqent, burimet, janë sikur ëndër, sikur Allah i Gjëshanu që i përshkruan në Kur'an. Edhe do harap kur janë kënë këta na ka thonë kështu, si e kem lexu na Kur'anin, kem mujt me pas veç ëndër si është xheneti. Po kur jena orë të ju, kem po pse pjesa e xhenetit është këtu. Pse I lojmë këta trojet? Okej, kem pas presion për fora, kem pas tragedie, na kanë ullë, na kanë minimalizu, na kanë diskriminua. Po tash më duket pse në këtë moment është pak demokracia. Sa e njohim historinë? Nisur nga ajo që ju më thoni, edhe flisni që jeni stërnipi I familje I Jakuferit. Por ka rini sot që ndoshta nuk e di, një më I vogël, por ta pyesim stërgjyshi kush ishte, ndoshta edhe nuk e di. Sa duhet të njëjtë historia? Sa duhet familja të flasë që të njëjtë historia? Edhe plejade. Einsteini ka thonë kështu, edhe kjo është mesazhi jem për sot. Edhe për fe, edhe për kamp. Edhe për këtë krejt auditorium që e keni. Këto janë fjalët e tina. Ai që nuk e din historinë e vet, I rikthehet gjithmonë. Që e ke pas familjen tragjedi, ka me të kënë gjithmonë tragjedia. Se dush me mësu vetën edhe dush mi ditruhet gjurmet prej kajtike dhe kushije. Na që nuk e dim, s'kem çka me lip. Nuk ekzistojmë. Në fund do doja edhe diçka, jemi në prag të muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Si e pret Gucia? Unë kur jap ligjëratët them që Ramazani është transformim. Edhe sinqerisht I vërtet është ashtu. Pse disi njëri si kreatimi dydimensionale, shpiritit dhe trupit ndryshohet. Do me thonë, prej një situatë hin situatë tjetër, ndryshohet shumë. Ramazani është një moment magjike për mu. Është muaj I bekuar, është muaj I Kur'anit, është muaj I pastrimit. I uroj edhe gjitha ata që janë fetor muslimane, inshallah me agjërim të lehtë, kollaj të pranum, edhe me kënë prej arsys që cili edhe me ata vllazrit e motra që më përcjellën, inshallah na bashkon në xhenet. Amin. Xhamia ku jemi aktualisht, themi xhamia e re në Guci, por në fakt në cilin vit është ndërtuar, edhe sa xhami numëron Gucia, por ndoshta edhe sa ka pasur që nuk janë më. Pyetja e bukur.
Kjo xhamia është ndërtuar më 1899. Edhe prej kohës e turkut, kjo është i ndërtuar i mromët. Për që ato edhe ka emrin xhamia e re, ose në mahall ku jena, pse Gucia është shumë interesante do mes mahallave, kjo është mahalla e Radončićve. Dikush si e ka qefin, a dini pse na ngrem ka vetat, e thret xhamia e re, dikush xhamia e Radončićve. Po kjo është i ndërtuar i mromët. Xhamia e parë që u ndërtu, që kem gjurme historike për që ata, është xhamia e Pashës. 1605 ose 1602. Për qatë kohë janë edhe vorat e qytetit, qashtu i thrasim vorat e muslimane, për qatë kohë edhe me shumë shekull jena këtu prezent si musliman. Bashkia Islame Gucis i ka 8 xhami. 3 janë qytet, 3 janë në Vuthaj, një xhami është në Krushev, edhe një xhami ekziston në Martinaj. Do me thonë, prej qatë period janë krejt, prej 1602 janë nisët, janë filluar, dej 1899. Kem pas edhe disa xhamia e Nizamit, do me thonë askerit e turkut, aja nuk ekziston, kjo xhamia e Pashës nuk ekziston, xhamia e Ali Pashës nuk ekziston, xhamia e gjyshit Karagjorbegut, do me thonë gjyshi Ali Pashës, Karagjorbegut nuk ekziston. Këta janë 8 xhamia, nuk janë, me fatkeqe nuk janë krejt aktiv. Do me thonë, na tash i kena 4 xhamia i kem që janë aktiv, kur thom aktiv, do me thonë që folet 5 vakt edhe xhumaja, po i aktivizojmë edhe këta tjerë për Ramazan, për Bajram. Nuk është problemi dete e bashkësia, është problemi që populli del edhe me qitën pun një horç në vend kur s'ka xhamat është problem. Është problem për çata. Do me thonë, migrimi e këtij vendit edhe neve na pengon për xhamat. Këto janë biseda që burojnë nga zemra për të përcjellur mesazhe tek të gjithë ju që na ndiqni. Ne vazhdojmë të jemi me emisionin Thesaret nga Gucia e bukur për të përcjellur edhe biseda të tjera në vazhdim. Ndërsa vetëm pak çaste do t'ju lënë në shoqërinë e disa pamjeve të bukura që vijnë nga xhamia e re. Falenderoj Imam Alen Shabović për bisedën e tij edhe për gjitha mesazhet që na përcolli sot në ekranin e televizionit TUTA.